nëse ti argumenton, nëse kalon një periudhë kohe dhe shikohet dhe kushdo që është në pushtet, sepse asnjëri nuk i pëlqen kritikohet. Tani ta themi drejt këtë gjë dhe mua kur më bëjnë kritik nuk është se jam më e lumtura kur mundohem në mënyrë automatike të kthej një përgjigje për ta 100% për atë. Po përpiqem që të gjej argumenta që nuk është e drejtë kritika. Kështu që mund ta mendoni se si ndjen institucionet shtetërore që ana tjetër mund të kenë përpjekur të bëjmë punë të gjejmë sigurisht unë nuk dua të jem kritizere punës së njerëzve, por mund ta mendoni se si e shikojnë kur gjithmonë vjen nga një kritik nga institucioni i avokatit popullit që thotë e ke bërë kështu, mund ta bëje kështu, do ta bëje kështu etj. Pra, është e qartë që kur ti kritikon, është e qartë që të mos marrësh gjithë konsensusin e personave. Por ama nëse shikojnë që këto kritika janë kritika që pastaj janë po të njëjtat edhe nga çdo institucion ndërkombëtar. Pra, një pjesë e madhe e institucioneve ndërkombëtare kanë marrë dhe bazohen në qëndrimet e avokatit popullit në përgatitjen e të gjithë raporteve që lidhen me Shqipërinë për drejtat e njerëzit. Kur ti shikon që institucioni i avokatit popullit është një nga institucionet që 100% përmbush kriteret e BE-s dhe nuk ka nevojë pasi bëhen një vlerësim, nuk ka nevojë për ndryshime thelbësore apo për sa i përket cilësisë. Kur ti shikon që kur lihen ato detyrat sipas progresit raportit, avokati i popullit rezulton që ka realizuar 99% të detyrave të veta, pra ti e shikon që ky institucion është një institucion lider në rajon dhe është një institucion i cili realizon qëllimin për të cilin është krijuar. Ne që jemi në këtë moment për të dhënë përgjigje edhe dy elementeve që lidhen disi edhe personalisht me ju. Një kur e nisën detyrën dhe një kur e mbyllet detyrën. Kur e nisën detyrën, për kohë, besoj në periudhën datën fikse, nuk e di, ishte ideja që ju u fitua dhe çështja e pallatit të Shembur në Vlorë në Strasburg. Në ditën e një ditë. U morën apo jo akoma? Ja. Të dëmshpërblimit. Jo, çështja në ditën në të cilin unë duhet isha në gjykatën e Strasburgut për të mbrojtur çështjen time si një nga 3 avokatët që po mbronin çështjen, një natë më parë, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë votoi emrin tim si avokat e popullit dhe në seancën që u zhvillua, unë nuk bëra rolin e avokate sepse i shpjegova gjykatës faktin që unë kisha marrë një mandat kushtetues një ditë më parë dhe nuk do doja në konflikt interesi nuk do doja pavarësisht se çështja ishte individuale imja personale dhe avokati i popullit më parshëm ka pasur qëndrimin pro banorëve në atë çështje, pra ka pasur dhe një qëndrim të depozituar në gjykat për shkelje të drejtave të njerëzit dhe nga avokati më parshëm Ili Totozani, unë për efekte etike ja bëra me dije këtë gjë gjykatës dhe i thash që nuk do të paraqitja dhe nuk do të flisja gjatë atij procesi. Atëherë ka qenë dita e seancës, çështja u fitua nga banorët, pjesë të cilëve isha dhe unë, dhe në atë vendimarrje u morën 2 lloje, do të thënë u konsideruan 2 shkelje, 2 lloje shkelje. Së pari për sa i përket anës proceduriale, që procedurat që ndiqeshin nga shteti shqiptar në shpronësimin e qytetarëve për interesa publik nuk bëheshin në përputhje me kushtetutën, ligjin dhe konventën, do duhet të merreshin masa për të ndryshuar qasjen. Dhe tjetra ishte edhe dëmshpërblimi individual për banorët të cilët kishin humbur këto banesa. Ajo që goditi gjykata në atë rast dhe aktualisht vazhdon të jetë e tillë çështja me të është se ne, megjithëse kishim marrë një vendim shpronësimi, parat nuk kishin paguar asnjëherë, as sipas vendimit të shpronësimit, as sipas vendimit të gjykatave dhe as tani, pas gjithë këtyre viteve, gati 7 vite e gjysmë nga dhënia e vendimit dhe marrja e vendimit të formë të prerë, 7 vite mbasi ka marrë vendimi formë të prerë, ne përsëri nuk kemi marrë asnjë dëmshpërblim të asnjë lloji. Pra, nxjerrja e një vendimi të Shtetit Ministrave për dëmshpërblimin, shpronësimin dhe dëmshpërblimin e një sendi nuk do të thotë që ti realisht bëhesh titullar i atyre parave. Dhe ky është vetëm një nga shumë vendime që nuk ju përgjigjet me dëmshpërblim Shteti Shqiptar. Në fakt, Shteti Shqiptar ka përmirësuar zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane Drejtave të Njerëzit për ato çështje që kanë vlera të vogla dëmshpërblimesh. Kjo është nga çështjet që ka një vlerë më të madhe dëmshpërblimi, por gjithsesi është tërësisht e pajustifikueshme që ky vendim të mos zbatohet dhe të ekzekutohet dhe në fakt qeveria shqiptare është edhe nën hetim të thelluar në lidhje themi kështu konsiderohet fjala nga ana e Komitetit të Ministrave, duke qenë se nuk ka pasur rezultate efektive për zbatimin e këtij vendimi. Dhe teksa ishit në largim nga detyra e avokatit të popullit,
qarkulloj një lajm sikur ju po merrnit një detyrë të rëndësishme në institucionet, organet e Bashkimit Evropian. Në fakt, është krejt e legjitime të pyet 8 vite e gjysmë, ju luftuar që të fitoni dhe besimin e ndërkombëtarëve me punën tuaj. Dhe mendoj njerëzit do ktheheni te avokatia, do merrni një detyrë të besuar në organizma ndërkombëtar? Së pari, sigurisht çfarë do lloji detyre në një pozicion në kuadër të çfarë do lloj strukture që është Bashkimi Evropian